Presidenti Donald Trump ka njoftuar një pauzë 3 mujore për tarifat reciproke që përfshinin disa nga vendet më të mëdha të botës, përfshirë Kinën. Ky vendim u mor pas një periudhe të gjatë kërcënimesh tarifore dhe është parë si një hap për t'i dhënë mundësi negociatave të vazhdojnë. Pavarësisht kësaj, Kina ka mbajtur qëndrim të vendosur, duke vazhduar me tarifat hakmarrëse të cilat arritën një shifër prej 84% për të gjitha importet amerikane. Në një lëvizje të shpejtë, tarifat amerikane ndaj Kinës janë rritur nga 54% në 104% dhe tani kanë arritur në 125%. Ky zhvillim ka patur ndikim të drejtpërdrejtë tek kompanitë bujqësore amerikane, të cilat e konsiderojnë Kinën si tregun më të madh të eksportit. Me gjithë tensionet dhe luftën tregtare, Trump ka lavdëruar presidentin kinez, Xi Jinping, për aftësitë e tij dhe shpreson që të arrihet një marrëveshje pozitive. Xi Jinping është një djalë i zgjuar dhe besoj se ne do të përfundojmë me një marrëveshje të shkëlqyer, tha Trump. Nga ana tjetër, lideri kinez Xi Jinping ka deklaruar se nuk ka asnjë mundësi që Kina të pranojë shantazh nga SBA dhe se vendi do të vazhdojë të luftojë për interesat e tij. Vendimi i Trump për të pezulluar tarifat për 90 ditë ka ndikuar pozitivisht në tregjet financiare, ku ato kanë parë një rikëmbje pas javëve të pasigurisë ekonomike. Sekretari i Thesarit Amerikan, Scott Bessent, e përshkroi këtë veprim si një hap për të sjellë shtetet në tryezën e negociatave. Edhe Bashkimi Evropian ka reaguar pozitivisht, me presidenten Ursula von der Leyen që mirëpriti vendimin e Trump për të shtyrë tarifat. Ajo theksoi se BE-ja është e përkushtuar për të arritur një marrëveshje tarifore 0-0 me SBA-n, duke e cilësuar këtë hap si një mundësi për stabilizimin e ekonomisë globale. Ndërkohë, Goldman Sachs ka rishikuar parashikimet për recesionin në SBA, duke zvogëluar mundësinë e njëtkurje të ekonomisë amerikane nga 65% në 45%. JP Morgan ka theksuar se do të shqyrtojë sërish parashikimet e saj për recesionin, duke vlerësuar ende rrezikun që kjo mund të ndodhë në të ardhmen.